Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në një rast prej rasteve I dërguari I Allahut këshilloi kështu, duke thënë yu'jibuni al-fa'l. E pëlqej optimizmin fjalën e mirë. Ku ka fjalë më të mirë se sa më ju thonë Allahu ju ruajt dhe ju dhash të mira dynja dhe në ahiret. Ku ka fjalë më të mirë se sa me u lut për vete me fjalën Zoti im fal më mua, me u lut për prindërit dhe me u lut për gjithë besimtarët dhe besimtarët. I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një rast thot, kush beson Allahun dhe ditën e mram, le të fole mirë ose le të heshte. Besimin e Allahun dhe në ditën e mram përmirëson kualitetin e mendimeve tona, fjalëve tona, veprave tona, e kështu me radhë, me përkujtimin e Allahut, me dhikrin, me përkujtimin e Allahut, dynjaja bëhet e kamshme, e ëmbël dhe e mirë, dhe besimtari duke vepru punë të mira, duke e kërku kënaqësinë e Allahut azza wa jall, e dëshiron dhe synon xhennetin e Allahut. Allahu na fal gjithë neve. Allahu na dhash të mira në këtë botë. Allahu na dhash të mira në ahiret dhe me mëshirën e Tij na përfshif gjithë neve. Inshallah Allahu azza wa jall nuk na refuzon lutjet, duat tona. Gjenë në takimin e radhës, me këshillën e radhës, nga Qabja, nga Mekka e Beku, ju lënë në mbrojtjen dhe kujdesin e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.